Fjalët që Labi ja drejtoi Labinotit nuk ishin të thëna rastësisht dhe as pa peshë. Pse vetëm me Benitën nuk ngatërohesh? Me një njeri të afërt të saj ke pasur lidhje 5 vjeçare, e njeh prej kohësh, këto fjali hapën një kapitull tjetër tensioni, ku e shkuara u përdor si armë për të vënë në dyshim qëllimet dhe qëndrimet e dikujt në të tashmen. Kur në një debat futet e kaluara, sidomos një lidhje e gjatë dhe e njohur, situata pushon së qeni e thjeshtë. Nuk është më vetëm çështje sjellje apo qëndrimi momental, por një përpjekje për të krijuar dyshime, për të sugjeruar motive të fshehta dhe për ta vendosur tjetrin përballë një historie që ai ndoshta e ka mbyllur. Pyetja pse vetëm me Benitën nuk ngatërohesh nuk është kurreshtje, është akuzë e maskuar, një nënkuptim se heshtja apo distanca vjen nga interesa personale dhe jo nga karakteri apo zgjedhja e vetëdijshme. Përmendja e lidhjes 5 vjeçare me një person të afërt të saj e rëndon edhe më shumë situatën. Sepse kjo e kthen Labinotin në një figurë që gjykohet jo për atë që bën sot, por për atë që ka qenë dje. Dhe e kaluara, sado e gjatë apo e rëndësishme të ketë qenë, nuk mund të përdoret si vulë që përcakton çdo sjellje të së tashmes. Një njeri nuk mbetet peng i historive të vjetra, as i marrëdhënieve që i përkasin një kohë tjetër të jetës. Labi, me këto fjalë, tentoi të vërë në dyshim sinqeritetin e Labinotit, duke sugjeruar se ai nuk vepron njësoj me të gjithë dhe se zgjedhjet e tij janë të ndikuara nga lidhje emocionale të mëparshme. Por kjo mënyrë e të folurit nuk sjell sqarim, sjell përçarje. Sepse kur dyshimi hidhet pa prova dhe pa dialog të qetë, ai vetëm sa thellon hendekun mes njerëzve. Labinoti u vendos përballë një situate të padrejtë, të mbrojë për diçka që i përket së shkuarës, për ndjenja që mund të mos ekzistojnë më, për lidhje që janë mbyllur prej kohësh. Dhe kjo tregon një problem më të madh në shtëpi, prirjen për të gjetur motive të fshehta aty ku ndoshta ka vetëm maturi. Përmbajtje.